Spanja ka urdhëruar Airbnb të tërheqë më shumë se 65.000 prona të listuara për qira pushimesh që shkelën rregullat ekzistuese të platformës. Kjo mas synon të godas biznesin që fajsohet për krizën e strehimit në vend. Shumica e pronave Airbnb që do të bllokohen nuk përfshin numrin e licencës së tyre, ndërsa të tjerat nuk specifikojnë nëse pronari ishte një individ apo një korporat, tha ministri të drejtave të konsumatorit në një deklaratë. Burimet të ministrisë theksuan se qëllimi ishte të jepnin fund mungesës së kontrollit dhe paligjshmërisë së përgjithshme në këtë sektor. Mjaft më me justifikime, nuk duhen mbrojtur ata që bëjnë biznes nga e drejta për strehim në vendin ton, thanë zyrtarët. Ndërkohë, gjykata e lartë e Madridit po mbështet kërkesën për të tërhequr deri në 5.800 prona të listuara. Airbnb tha se do të apelojë vendimin. Kompania beson se ministria nuk ka autoritetin për të marrë vendime mbi qira të fatshkurtra dhe nuk arriti të ofrojë një listë të bazuar në prova të akomodimeve që nuk përputhen me rregulloret. Qeveria spanjolle, si dhe këshillat e qytetit dhe autoritetet rajonale kanë nisur një operacion të përgjithshëm ndaj qirave turistike përmes faqeve të internetit si Airbnb dhe Booking.com. Shumë spanjoll thonë se këto kompani po krijojnë turizëm të mbipopulluar, duke zvogluar ofertën e strehimit dhe duke e bërë qiran të papërballueshme për shumë vendas. Strehimi është bërë një problem i madh në Spanjë pasi ndërtimi nuk ka arritur të mbajë ritmin me kërkesën që kur shpërtheu kriza e pasurive të paluajtshme më shumë se 15 vjet më parë. Sipas të dhënave zyrtare, kishte rreth 321.000 shtëpi me licenca qiraje për pushime në Spanjë që nga nëntori i vitit të kaluar, 15% më shumë se në vitin 2020. Shumë të tjera operojnë pa licenca zyrtare. Ministria e të drejtave të konsumatorit hapi një hetim për Airbnb në dhjetor, ndërsa në janar qeveria zbuloi një plan për të rritur taksat mbi të ardhurat e këtyre platformave. Kryebashkiaku i Barcelonës ndërmori masën më të ashpër në qershor të vitit të kaluar, kur urdhëroi një ndalim të plotë të qirave turistike deri në vitin 2028.